e vetë, për krahasin e vetë është veç parja edhe pushteti i madh që i kanë. Se për asoj vetëvendosjes që njihet përpara që u kanë do të s'ka met kur gjë heqti. Veç këshira strukturën e deputetëve sot. Kush e përfaqëson vetëvendosjen, do të thotë është një kazan multi-ideologjik, çka s'ka aty. Kështu që ja s'ka kur gjë, mos me pas pushtetin, vetëvendosja sot është kërkushi. Kështu që problemi sot në këtë pasqyrën politike në Kosovë është që peisazhin politik në Kosovë është që do të thotë asnjë parti politike realisht nuk po mundet me mobilizu masat, me mobilizu njerëzit me një ide të re, me një program të ri, me një diçka e cila i bën aktivistët e tyre me u angazhu, me bë diçka. Vetëvendosja, mos trahemi prapë përsëris, e ka pushtetin absolut, edhe këtë pushtet absolut e ka për shkak një vakumi opozitar. Partitë opozitare kanë me qito që janë për qëto arsye që i thash ma... Por që s'kanë arrit me kriju një ide. Nuk arritën me kriju kur far ideje të re. Edhe vetëvendosja me pushtet absolut, e murë tash edhe ma shumë, edhe faji është kryekput i opozitës, e cila nuk ka qenë në gjendje 5 vjet, du të thotë, 5 vite i ka pas në dispozicion. Nuk është që kanë pas numër të vogël të deputetëve në kuvend, nuk është që s'kan pas mbështetje mediale, edhe mos me arrit për 5 vjet me ndërtu një ide, me ndërtu një frym të re, diçka, kjo është një tregim tjetër, po non-stop me met në rob të kalumes, kjo është faji kryekput i tyre. Tash, unë mendoj që nëse thellohemi te lidhja demokratike, si një prej fenomeneve politike këtu tek ne. LDK-ja, për shembull, OK-ja, si më thonë, për pak e kaloi provën. Për pak e kaloi provën te PDK-ja. Ideja kështu, tash çajo që e thash më herët, nuk e di pse po duajmë në një farë forme me tentu me shpik procese cilat Kosovën e bojnë ndryshe prej vendeve demokratike. Domthonë, nëse duhem me te ideja që kemi një autokrat, që në Këshill të Përgjithshëm flet për 2 orë, si lëvizja vetëvendosje. Edhe askush nuk qohet me të bëjë debatin pse Kosova sot s'ka energji. Pse sistemi shëndetësor nuk funksionon. E kena bërë. Pse si keni bërë ju si opozit. Pra, po dalte opozita, është shumë rëndësishme. Nëse ajo është autokrat, pse se bindet ju popullit që analiza për opozitën është shumë në rregull që po bëhet, po duhet me kuptu që në evolucionin e funksionimit demokratik për mrena, Kurti ka po 2 sene. Në pozitë bërje, ka përdor metodat më jo konvencionale të një procesi demokratik. E ka kundërshtu Atisarin. E ka kundërshtu me dhunë në rrugë. E ka sulmu Parlamentin e Kosovës. Ka hedh gaz lëcjell. Do të thotë, opozitë bërja, instrumentet, jenë në një faqe tjetër, cilat mandej jenë bardë, kur e ka marrë pushtetin, jenë bardë me një pjesë në rrugë, me një pjesë me këtë që ka quajnë milicinë Facebookut edhe të mediave të reja, mediave sociale. Do thotë, ju po harroni që hapësira, më vjen keq që duhet mu ballavaçu që shtu drejt për drejt, po s'është e vërtetë se në kuvend ka pas debat, ka pas aktivizëm të nivelit demokratik të funksionimit. Kur u fol për e vërtet ka pas, mirë po vetëm çaj debat në parlament nuk po mjafton, nëse nuk i ki këtë strukturat mobilizume, nuk mjafton një fjalim i bukur, se unë e mboj me ke pas fjalimet mira në kuvend, ka pas fjalimet jashtëzakonshme për përfarim gruda e kretë, mirë po ato nuk po mjaftojnë vetëm në kuvend, nëse nuk përcillen nëse nuk përcillen deri te ai aktivisti i fundit i partisë, ka të zhvillohet ai debat vetëm atje. E kuptoj unë, po ju duhet me kuptuar ka pas një roje për cilën opozita u pat një turpruar me masanej, se një se s'deshtum na me bë. Por nuk është, ideja është që tash duhet me matë, apo dën Kosova me pas një opozit i cila përdor metoda që i ka përdor Kurti gjatë kohës së opozitarisë. Nëse jo, këto tjerat janë... Ama nuk... Shikoj se e dëgjova dhe Dibronin që opozita po mundohet keq me kopju Albin Kurtin. Nuk është me kopju farë. Nuk, që ka bo Albin Kurti nuk është zbulim i tij. Ato që 2000 vjetë që ato metoda përdoren në politikë bërje. Në rregull veç mirë po i kanë përdorur grupet ma ekstremiste. Mendoj që mund me dalë Mussolini,
bolshevikët, Adolfi, kejt taj kam përdojë. Që nuk është në i riski diçka. Fazë zhvillimeve tona, qka është opozit bërja? Do të qatë qko shumë zhurmë, të kryume prej njerëzve, për shembull hynë sot rrjetet sociale që nëherë dojmë me i abstrahu, të e njëjta gjuhë që ka përdorur dikur militantizmi i PDK-s. Dikur, në fillim. Shomje me familje, me kërcnime, me krejt, sot jenë kalu të lëvizjave dëndusje. Për secilin, edhe secilin që nuk pajtohet me idetë e Kurtit. E njëjta është, do të gjuha që ka bërë Kurti prej opozitarizmit në rrugë, tek rrjeti social, si opozit e krijimit e mobilizimit njerëzve dhe frymës, e ka ngushtu hapësirën ku flitet për çështje përmbajtësore. Për shembull, kur është nënshkruar asociacioni, kur del Kurti në RTK, dhe thot po ka asociacion, në cilin do rast i vetmi opozitarizëm që do të mund bëhej i ndjeshëm, do të ishte një protestë e madhe kundrejt asociacionit për kauzën cilën Kurti me cilën ka orë në pushtet, kundër asociacionit. Pse su bëh kjo? Po tashni, që kjo është ideja, a duhet bëhet një gjë e tillë? Do duhej. Nëse do duhej, a do duhej kur Mimoza Kusari flet me Radojqiqin kundër veteranëve, kundër orës të Abelar Tahirit, flet për një deputet shqiptar me grupin kriminal të opozitës. Ato përgjimet e aferës Pronza që quhet, në përshesh i kanë lëshuar kamioni qetshin, edhe gumoj ke sheshi nën Tereza. 100.000 vota i ka marrë Mimoza Kusari me 28 vjetë. Mimoza Kusari i mund 100.000 vota. Do të barometri i lirë, shumë i rëndësishëm, barometri i matjes është kundrejt frymës, apo tërheqjes së debatit në aspektet ku kanë shku 17 miliard euro të 4 vjetëve, 5 vjetë menaxhimin të Albin Kurtit. Nëse mbetet populli, qytetari, në nivelin e frymës me thika në kusinja, edhe me filmime prej opozitës duke i quajt hajvan njerëz edhe duke mbajt gjatë gjithë kohës zhurmën në nivelin më të lartë, atëherë as programi i LDK-s, as programi i AK-s, as programi i PDK-s sot nuk mundet më vënu në test para votuesit, sepse votuesi është realisht është konsideru numër më. Nuk është kualitet cilësor demokratik, është numër i cili caktohet me 28 dhjetor, unë pajtoha me juve, si kur unë tisha udhëhet si AK-s, nuk kisha pranu në asnjë formë me u frigu prej një rebelimi kundrej 28 dhjetorit, ku dihet që realisht arsyeja vetme që është bë është kriju me orë 530.000 njerëz. Çka ka mujt me bë opozita, mos me pranu çfarë do, mos me marr pjesë në zgjedhje. Morgan Kos mos i 9 muaj me